Marrja e kohës nga gjykata kushtetuese për shqyrtimin e çështjes Balluku ka vetëm një shpjegim. Antarët e institucionit që interpreton ligjin themeltar po ngurojnë të marrin një vendim sovran. Gjykata kushtetuese nuk kishte asnjë arsye për të shtyrë shqyrtimin e kërkesës së kryeministrit për rrëzimin e vendimit të GJKK-s, që pezulloi numrin 2 të qeverisë. Ajo mund mblidhte menjëherë seancën plenare, si në rastin e Erion Veliajt, të thërriste palët, të jepte seancën live dhe secili antar të bënte pyetjet që dëshironte. Pas mbylljes së seancës mund merrte 2 ose 3 ditë për të vendosur me qetësi dhe reflektim. Shtyrja deri më 12 dhjetor nuk ka lidhje me aktet dhe faktet e çështjes, është një tërheqje e pajustifikuar. Antarët e gjykatës kushtetuese nuk po marrin qëndrim normal për të ndarë shapin nga sheqeri. Ata po presin një sinjal nga zgjedhja e kreut të ri të SPAK-ut. Këshilli i lartë i prokurorisë ka vendosur të intervistojë 4 kandidatët më 11 dhjetor dhe më 12 pritet të votojë për kreun e ri të prokurorisë së posaçme. Pikërisht në këtë datë, në ditën kur zgjidhet kreu i ri i SPAK-ut, gjykata kushtetuese ka lënë nisjen e shqyrtimit kërkesës së Edi Ramës. Arsyeja e kësaj rastësie është e qartë. Antarët e kushtetueses kërkojnë të shohin nga lëvizjen ndërkombëtarët përpara se të marrin vendim, një veprim që rrëzon çdo pretendim për autonomi dhe bindje të pavarur. Antarët e trupës më të rëndësishme gjyqësore kanë mundësi të marrin një vendim që nuk thjeshton çështjen në raport SPAK kryeministër. Ata mund të marrin një vendim gjithëpërfshirës që krijon një normë se si duhet sillet drejtësia dhe qeveria në raste të tilla duke interpretuar kushtetutën. Kushtetuesja nuk ka rrugë tjetër se i takon pezullimit të zëvendës kryeministres, sepse asnjë gjykat nuk mund të largojë ose të emërojë institucione të tjera, por mund të japë një interpretim që udhëzon qeverinë se si duhet të sillet në raport me hetimet që kryen SPAK. Duke kushtëzuar agjendën me zgjedhjen e kreut të SPAK-ut, antarët e kushtetueses kanë dorëzuar autonominë, pavarësinë dhe autoritetin e tyre.